Mirë, do të flasim më gjërësisht për sa i përket sigurisë kibernetike. Do të kemë në komunikim të drejt për drejt zotin Milazim Gashi. Zoti Gashi, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Gashi, fillimisht çfarë po ndodh me e-Albania? Po realisht grupet e caktuar ta quaj të cilët po përdorin korridore të hakimeve i kanë mundësi ta quaj teknike për shkak se qeveria shqiptare, siç ne e dim tani ka Ministrinë për Inteligjencë Artificiale, andaj një strukturë njerëzve ta quaj mbrëmshëm brenda qeverisë shqiptare, të cilët po e përdorin imunitetin shtetëror, po e shohin shumë afër për shkak se krijimi i inteligjencës artificiale në dikasteret të caktuar ja pamundson shumë fushave dhe shumë njerëzve që tentojnë t'i bëjnë dëm çfarëdo qeverie që është brenda shtetit shqiptar. Andaj është për të ardhur keq për shkak se ne edhe në studion e juaj kemi akuzuar çdo herë grupet të caktuara të Iranit, të vendeve të caktuar, ne luftën speciale duhet ta kryejmë brenda qeverisë shqiptare, sepse ne si ekspertë dim shumë saktë që çdo IT i cili kompeton në element një username, si quhet, faktikisht ai lën gjurmë sa i përket komunikimit të brendshëm si në e-Albania ose ndonjë dikaster tjetër. Andaj qeveria shqiptare, ne dim që ideja e zotit Rama ka qenë hapi guximshëm dhe një iniciativë shumë e mirë për shkak se me një farforme e deklasifikon elementin fizik të çdo personi afër një kompjuteri ta quaj shtetëror. Andaj për të krijuar ky element, për ta pas një fuqi të madhe, unë e pajtona me kryeministrin që të krijon një lloj diplomacie ta quaj ndërkombëtare për të thithur fonde nga Bashkimi Evropian dhe vendet e caktuara. Andaj për të ndërtuar një platformë të sigurisë së lartë shtetërore duhet jo grupet e Izraelit, po duhet para punë duhet për National Security në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku nga gjitha ofrim dalin elementet e sigurisë kibernetike në përkrejt botë. Andaj, zoti Rama ka shumë më të lehtë të komunikojë me njerëz të caktuara që gjenden në National Security se sa për grupet të shoqërive civile që janë në Izrael. Andaj, për të ndërtuar një siguri, ta quaj, kibernetike brenda një institucioni, minimum duhet 2 deri në 3 vite që kemi një platformë të qartë. Domethënë, e-Albania është vetëm një dritare e cila mund të hakon një person shumë i thjeshtë, sa i përket e-Albania. Po pse është në këtë situatë, zoti Gashi? Pra, a kështu flet për përditësim të kësaj platforme, për përmirësim, por në fakt janë problemet vazhdueshme të përsëritura me cilat edhe qytetarët, bizneset ndeshen vazhdimisht kur duan të aksesojnë në këtë portal. Problemi qëndron te sistemi hardverik i shtetit, sepse sistemi hardverik i shtetit nuk është në performancë, e cila prodhon dukuri për mbrojtjen edhe të e-Albania dhe programe të tjera. Andaj, ne kemi problemin në sjelljen operative ku gjindet sistemi i shtetit. Për shembull, ta nxojmë sistemi i sigurisë. Sistemi i sigurisë ka klasifikime nga NATO, ka shumë ma lehtë që nuk mund të hakohet. Për shembull, sigurojmë disa sisteme tjera të cilët gjenden brenda qeverisë shqiptare, duhet komplet të ndërtohet një kurriz e inteligjencës dhe një kurriz i cili jap garancion shtetit, nga presidenti dhe deri te punëtori më i thjeshtë i administratës së shtetit. Andaj, pa kalu shteti në një riformatim, në një update të sistemit më të avancuar të National Security, andaj çdo grup ka mundësi që të hakojë programet e cilat nuk janë të mbrojtur nga korridoret që kanë fuqi të mbrojtjes, sepse çdo sistem ka një bypass, i cili bypass ka një jap garancion dhe jap një siguri kibernetike çdo shteti. Andaj, Shtetet e Bashkuara janë garantues të më të mëdhaj sa i përket elementit ta quaj të sigurisë kibernetike, sepse me një farformë ata japin miliardë euro për të zhvilluar këtë element. Po në fakt a janë identifikuar ata që kanë ndërhyrë në sistemet e akshit, pra kjo bëhet nëpërmjet disa personave të jashtëm, apo bëhet edhe me bashkëpunimin e personave të brendshëm, cilët kanë edhe përgjegjësinë për portat hyrëse dhe dalëse të institucionit dhe të sigurisë të tij?
Pra janë pyetur ndonjëherë persona që vërtet kanë përgjegjësi për këto të dhëna? Realisht, ligji që i sankcionon edhe pjesën të cila është e ngarkuar me këtë veprim. Realisht, Shqipëria, ta them me përgjegjësi më të lartë, është e ngarkuar nga pjesa, ta quaj, po folin me përgjegjësi, nga ruso-greke dhe serbe. Andaj, tana herët Shqipëria do të, në rast se nuk performon në situata të caktuar dhe nuk kontrakton elemente speciale, andaj tana herët shkaktari dhe grupi operativ gjendet brenda qeverisë shqiptare. Domethënë me një farforme pa e dhënë një qasje, pa e dhënë një username, një IP, faktikisht elementi i hakimit është i pamundur nga çarqet e jashtme. Sepse elementi i zhvillimit të teknologjisë, edhe elementi të atyre që punon brenda institucionet përkatëse, me një farforme ja pamundson që ta them me përgjithësi që tash teknologjia është avancuar në qatë përmas, sepse stafi në Shqipëri është total i papregatitur. Mirë, ne shohim elemente të caktuara dhe të shumë elemente tjera se Shqipëria ka ngjecë sa i përket kësaj pjese, andaj duhet me një emergjencë dhe duhet Këshilli i Sigurisë ta quajë kombëtare, i cili përcjell këtë element ta merr në mbikëqyrje plot dhe të krijon korridore të sigurisë, sepse në Shqipëria ka një listë jo të mirë dhe Shqipëria duhet ta forcojë elementin e ligjit, sepse pa forcimin e ligjit edhe ata punojnë se janë aty, faktikisht nuk e ndin një farë lloj rehabilitimi i sigurisë, me një farë formë ata duhet ndëshkojnë elementi, sepse elementi i IP-s është gjurmë realisht. Pra kodet e sigurisë, zoti Gashi, për ta kuptuar qartë, kodet e sigurisë kanë dalë nga brenda institucionit, pra janë dhënë nga persona brenda institucionit? Po, një grup kriminal brenda institucionit 100% është bartë elementi i kodit sigurisë, IP. IP është i cili ka qasje në hakimin e kompjuterëve shtetëror, andaj shteti shqiptar dhe shërbimi... Dhe dalja e kësaj IP e lë gjurmë, pra mund të verifikohet, mund të identifikohet nga ku ka dalë? Po, është e vërtet në rast se kontraktohet elementi amerikan, zoti Rama din shumë sakt kush mund të jetë këtë element, në rast se kontraktohet një kompani e cila është direkt e certifikuar nga National Security, jo nga grupet e saktuar, andaj shumë shpejt do të vim deri te gjurma e parë se kush ja ka dhënë mundësinë që ta akoj X portale. Është një grup, thatë ju, zoti Gashi, bët fjalë për të njëjtin grup për cilin edhe prokuroria po heton? Aktualisht kemi grupe që janë shumë të forta, realisht grupe greke me rus, dhe njëkohësisht kemi grupe edhe serbe, të cilët në një farë forme dojnë qeverinë shqiptare në këtë fazë për shkak të zhvillimit epokal të cila ka marrë në arenën ndërkombëtare për shkak të hapave të sigurt drejt integrimit Bashkimin Evropian, po mundohen që shtetin shqiptar ta qesin me një perimetër jo të mirë, andaj kryeministri Rama nuk duhet të jetë komod sa i përket kësaj pikë, duhet të ngrej alarmin dhe leket nga qeveria shqiptare mos të heziton dhe të bën investime speciale sa i përket elementet saktuar, sepse kurrizi të cilën e ka ndërtu ministrin Djela duhet ky kurriz duhet të ketë një epicentër në atë ministri, cila ministri ndan dikaster dhe departamente speciale ku ne si që dim në Shtetet e Bashkuara vjen të gjërat e përfundume dhe me një farë forme kemi shumë alet që t'i besojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ata ka një fuqi të jashtëzakonshme dhe mbrohen nga shumë sulme tjera nga armistë të caktuara, nga armistë më të sofistikuar, andaj qeveria shqiptare duhet të ulet në kabinetin dhe vetë të ndaj fondin, pastaj të kërkoj fonde edhe nga Bashkimi Evropian. Unë jam dakord që të kërkohet fonde dhe të akuzohet një shtet tjetër, për shkakun siç është Irani. Iranin duhet me akuzuar ditë dhe natë për shkak se u ka krijuar kurreshti globale sa përket deskualifikimit të njerëzimit. Andaj jam dakord me kryeministrin që e krijon një urrejtje publike për Iranin edhe për këtë temë, andaj duhet qeveria shqiptare... Po Izraeli është një pikë mbrojtëse në këtë rast, pra sot kishte në takim 40 kompani izraelite, ndërkohë kryeministri tha që ne kemi ndërtuar një sistem të ri dhe më të fortë kibernetik. Në fakt, a është ky sistem i avancuar dhe a janë izraelitët pika mbështetëse dhe ajo që do të krijojë mbrojtjen? Ja, shikon, Izraeli koketimin më të lartë që ka është
FBI tani është edhe në Izrael, ne kemi tash spakun në Shqipëri, andaj algoritmi i cili vjen në vijë paralele duhet nga Shtetet e Bashkuara dhe nga aleatët e Shtetit e Bashkuara, sepse kompanitë të cilat janë të certifikuara në Shtetet e Bashkuara në National Security, të cilët japin llogaridhënie Shtetit Amerikan, Departamentit të Sigurisë Kombëtare që quhet, andaj e kemi shumë ma lehtë të kontraktojmë kompani nga kjo vijë. Në rast se zoti Rama ka një kompani e cila është në vijë direkte që lidhet me National Security dhe është e certifikuar që t'jap kompetenca shtetit shqiptar dhe ta mbrojnë këtë element, unë jam shumë dakord, po siç po shihet, ne kemi të bëjmë me nën kontraktorët e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe llogaritë çfarë situacioni gjenden në Shtetet e Emiratit të Bashkuar, ku me një farforme shteti ka marrë të forcën, ne kemi bë kontrata të caktuara sa i përket inteligjencës artificiale dhe grupeve ta quajmë të caktuara, sepse ne duhet ikim prej elementit arab, duhet ikim prej vendeve islamike për shkak se ata nuk janë të aftë. Ne dim shumë saktë se dikon 70% të vendeve arabe nuk kanë internet të mjaftueshëm, nuk kanë rrjetet komunikimit si është Viber, WhatsApp, do më thonë faktikisht ata nuk mund të komunikojnë, sepse Shtetet e Bashkuar e kanë sankcionuar sistemin e tyre sa i përket komunikimeve të caktuara për shkak të terrorizmit, për shkak të këtyre hakimeve që po diskutojmë. Andaj qeveria shqiptare duhet njëherë për gjithmonë të orientohet drejt Shtetit e Bashkuar të Amerikës, sepse zoti Rama e din adresën dhe ai duhet ta kryen një ftesë serioze dhe të ulet dhe ndaj një buxhet të caktuar. Gjërat janë shumë të gatshme, vetëm thashëm herët që për ta ndërtuar një kurriz, sepse duhet nisur nga zeroja, sepse merren algoritmat e shtetit, krijohet formulë për funksionimin e një shteti sa i përket teknologjisë. Zoti Gashi, kur thua që duhet të niset nga zero, aktualisht Shqipëria nuk ka kapacitete për të përballuar sulme kibernetike, pra sa e avancuar, apo sa të qëndrueshme e shohim në sigurinë kibernetike? Qeveria shqiptare është në kolapsin e teknologjisë të cyber security. Ne jemi prezent në nivelin global. Zoti Rama e din shumë saktë që boshti i tij brenda institucionit përkatës se cili monitoron këtë dikaser është i vjetër dhe nuk ka mundësi që ti përballoj elementit e shtetet të cilët e atakojnë Shqipërinë ose vende tjera të caktuara. Andaj duhet boshti qeveritar, dikasteri i cili e monitoron këtë vijë, duhet e para të ndryshon aty, pastaj të ndalin nëpër portale ose nëpër dritare të caktuara, ashtu siç po proklamon prokurimi publik, për ta ndërtuar një dritare të fuqishëm të prokurimit publik, thash duhet minimum 2 vjet me ekspert të caktuar për t'i dhënë kurriz dhe për t'i dhënë siguri çdo qytetari që të ketë një qasje në këtë element. Zoti Gashi, edhe diçka të fundit, si e keni parë ju çështjen e Akshit, grupin kriminal që po hetohet aktualisht në fakt, dhe sipas jush cili është roli i Ergyes Agasit dhe Irmal Beqirit? Po realisht kemi një rrjedhje të grupit të zotit Rama, siç po shihet dhe siç fenuatin politikisht, andaj ka grupe të pakënaqur dhe po shihet që situata po shkon drejt një eskalimi ta quajt brendshëm nga të qeverisë Rama, dhe zoti Rama duhet ta pranojë këtë element për shkak se ka pakënaqësi të grupeve të caktuara kriminale brenda strukturës së qeverisë, sepse që shumë vite zoti Rama është kryeminist, andaj o duhet ta ndërtojë një koncept të fuqishëm shtetëror, o nuk duhet merret me emra, sepse në momentin kur adreson njerëz me emra, faktikisht kemi një jetim të mbyllur. Në momentin kur bën goditje dhe mbyll korridor dhe arreston njerëz, atëherë kemi të bëjmë me punë profesionale. Unë jam kundër që të etiketohet kushdo që është me emër dhe mbiemër. Domethënë derisa nuk vim te një gjurmë, derisa nuk kemi një pikë të elementit të IP, sepse thashë më herët gjurmët ekzistojnë. Ekspertët vinë deri te hakimi në rast se ka haku nga Afrika dhe ka dhënë mundësinë tjetër në Kosovë ose në Greqi, gjurmët janë, sepse sistemi i fiber optic ja mundson çdo teknologji të krijojë korridore dhe ta marrë me saktësi nga kush ka rrjedhë ky element. Andaj qeveria shqiptare, siç po shihet, këtu ka grupe të barikaduar kriminale që duhet mi dhënë konotacion dhe dënime të merituar, sepse me të vërtetë është një degradim i mbrëmshëm sa i përket qeverisë shqiptare. E qartë. Zoti Gashi, faleminderit që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Kënaqësi, faleminderit.